Vetëm pak orë larg finales së madhe të Big Brother VIP 5, emocionet brenda shtëpisë kanë arritur kulmin. Një nga momentet më të ndjera dhe më të komentuara së fundmi është regjistruar gjatë segmentit me dhurata, ku finalistja Selin ka marrë një surprizë mjaft të veçantë dhe domethënëse. Mbështetja për të këtë herë nuk ka ardhur thjesht nga fansat, por nga një person shumë i rëndësishëm në jetën e saj jashtë formatit, nëna e Gimbos. Ajo i ka dërguar një mesazh jashtëzakonisht të ngrohtë bashkë me një dhuratë, duke e mbështetur publikisht dhe hapur në këtë moment vendimtar të garës televizive. Në mesazhin e saj, ajo u shpreh me fjalë zemre duke i inkurajuar që të vazhdojë rrugtimin e saj pa frikë dhe të qëndrojë besnike karakterit që e solli deri në këtë pikë. Jam shumë krenare për ty, mos u trem nga asgjë, qëndro vetvetja, nesër je fituese. Ky dedikim i papritur dhe plot dashurie ka emocionuar pafund Selinën, e cila nuk i fsheu dot të reagimet e lumturisë dhe prekjes së thellë për këtë mbështetje kaq të sinqertë nga vjera e saj. Nuk ka vonuar shumë dhe ky moment ka bërë xhiron e rrjetit, duke u bërë menjëherë viral. Ndjekësit e spektaklit e kanë komentuar këtë gjë si një nga surprizat më të bukura, më të pastra dhe më motivuese të këtij sezoni, duke theksuar se familja mbetet gjithmonë triumfi i vërtet përtej çdo çmimi të madh. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.